Altin Dumani goditi qeverin, jo opozitën, ndërsa shqiptarët kanë më shumë pritshmëri për drejtuesin e ri të SPAK se sa të vjetrin. Sondazhi i zërit shqiptarëve në ABC News nxjerr se shqiptarët janë të dyzuar për drejtimin 3 vjeçar të Altin Dumanit në krye të SPAK. 52.7% dhe shqiptarëve e konsiderojnë pozitive, kurse pjesa tjetër nga 47.3%. 30% thonë negative dhe 17.3% ka një mendim të përzier, mes pozitives e negatives. Por çfarë bëri Dumani në 3 vite? Sipas shqiptarëve, Dumani goditim tepër eksponent të mazhorancës se sa të opozitës. 55.3% e shqiptarëve mendojnë se drejtuesi në largimi SPAK kishte si objektiv qeverin, kurse vetëm 19.4% opozitën. Shqiptarët konfirmojnë statistikat e deritanishme, ndërsa rrëzojnë pretendimet e Sali Berishës se SPAK është një armë gjau ndaj opozitës. Por për atë që Dumani mendon se meriton një medalje ari, luftën ndaj krimit të organizuar, shqiptarët nuk e japin meritat vet atij. 30.2% e tyre mendojnë se goditja e krimit të organizuar nga SPAK në 3 vitet e fundit është merit e shërbimeve të huaja. 30.1% e vet iniciativave të Dumanit, kurse një pjesë edhe më e madhe se ta, 39.7% kanë një mendim të dyzuar. Por si e kanë parë shqiptarët zgjedhjen e pasuesit të Dumanit, drejtuesin e ri Klodian Brao? Në shumicë dormuese, 85% e shqiptarëve besojnë se Brao nuk është i kapur nga Rama apo nga Berisha, por nga ndërkombëtarët. Vetëm 11.3% mendojnë se diplomatët nuk ndikuan tek zgjedhja e Braos. Ajo që bie në sy është se ende pa hyrë në zyrë, shqiptarët kanë më shumë pritshmëri nga Brao se sa nga puna e Dumanit në 3 vite. 60.2% besojnë se me Klodian Braun SPAK do të ketë sukses, ndërsa 52.7% besuan se Dumani pati sukses.